komentuar më gjërësisht aktualitetin politik në vend, me mua në studio është bashkuar në këto momente drejtori informacionit në MCNTV, zoti Skardilaj Zaimi. Zoti Zaimi, mirë se erdhe në studio. Sikur se ndoqëm edhe nga materiali, dje opozita mbajti protestën në radhës që u pasua edhe me shoqërime nga ana e policisë. Çfarë prodhoi kjo protestë sipas jush dhe si e shihni optimizmin e ish-kryeministrit Berisha për atë që ai e quajti pikërisht për kilometrin e fundit drejt fitores? Optimizmi është një tonifikues për ata që i vjen mbrapa zotit Berisha. Kilometri i fundit është në fakt duhet të jetë kilometri para fundit, sepse kemi dëgjuar her pas here që kjo në 24 janar do ndodhi kjo, në 21 janar do ndodhi kjo. Nga pikpamja formale, opozita është në të drejtën e vet të protestojë. Siç është thënë edhe nga komentues të tjerë, mendoj që protesta legjitimohet më shumë si çështje e brendshme e PD-s tashmë. Për aq sa shohim në mënyra si shpalos kërkesat dhe objektivat. Qoftë me nevojën për të afirmuar zotin Berisha përkundër një episodi nga zoti Saliani për partinë, qoftë edhe për sa i përket çështjes së 21 janarit, të cilën zoti Rama nuk lë rast pa ja kujtuar, edhe sot në podcastin e tij e cilësoi si drejtësi të vonuar. Kështu që unë mendoj që optimizmi i zotit Berisha ndoshta është dhe karakterial. Zoti Berisha ka qenë optimist ose është shfaqur optimist që në ditën zero. Mund të jetë pacienti optimizmit vet, ndoshta. Lidhet edhe me skandalet e një pas njëshme që e kanë prekur qeverinë që nga zgjedhjet e fundit, madje janë intensifikuar. Që në një farë mënyrë ose në një tjetër japin shpresë që implodimi i kësaj strukture qeverisë Shqipërinë është i afërt dhe është objektivisht i mundshëm. Problemi është se zoti Berisha duhet ta ketë kuptuar tash më shumë mirë, siç e kuptoi dikur zoti Rama, që protesta është një hap. Puna është të sjellësh njerëzit që të votojnë. Në këtë kontekst unë mund të them dhe personalisht, mund të ketë shumë arsye, mund të jenë gjitha arsyet e botës që të protestosh kundër kësaj qeverie, madje vetëm të protestosh, unë them dhe të rebelohesh. Me të gjitha mjetet e mundshme. Janë gjitha arsyet që të rebelohesh. Them mendimin tim personal. Po sa qytetar gjejnë arsye të i bashkohen zotit Berisha në këtë protestë. Kështu që ky është ai hendeku që në vend që bën edhe protestën të duket si një instrument që nuk ofron zgjidhje, po shton problemin ose shton tensionin. Jo, pikërisht këtu mbori përshtypje ajo që thatë, që optimizmi ngjelet e zoti Berisha dhe ata që e ndjekin, por jo tek qytetarët në përgjithësi, apo jo? Është manifestuar, jo, unë mendoj që, se kam dëgjoj shpesh dhe kolegë që thonë, më mirë që protestohet, se sa mos të protestohet fare. Në qoftë se protestën do ta reduktojmë thjesht te aspekti i legjitimimit si një drejt, si një ritual, po bëjmë diskutim nihilist në sensin që po themi një tautologji që thuhet në matematikë që unë protestoj dhe ekzistoj. Nuk ka produkt protesta. Dhe zoti Berisha i ka provuar të gjitha format e protestës në të gjithë karrierën. Mendoj se kjo është dhe qëllimi i zotit Berisha, kjo fotoja këtu, mendoj. Do të bëhet foto lajmi i një proteste, se lajmi është, kujtoj që në 21 janar të vitit 2011 u qarkullua një foto lajmi një qytetari me një flamur në dorë, ecte mes gazit Lotciellës. Edhe u marketua si nga gjitha media ndërkombëtare si është ajo ikona e asaj proteste. Nësa duket zoti Berisha do të kapet si fotolajmi një proteste të re, një frymë të re opozitare në Shqipëri nga media ndërkombëtare, po me sa duket nuk po ja del. Se në fund duhet testohet në vot. Kam dhe një pyetje se përket protestës, kur ju thatë që duhet ushtrohet në rebelimin pra të qytetarëve çdo lloj mjeti. Po këto mjete me zjarrvënie, sipas jush janë të pranueshme, zoti Zaimi? Më kuptoj drejt. E para njerë gjithë repertori i mjeteve të përdorur nga opozita dje në protest, mos jemi kështu, mos bëhemi delikat edhe më katolik nga papa, kur i thonë. Janë mjete që nuk shkatruan pronën, shfaqen një mëri, një mlef, është shumë larg ajo që ka ndodhur dje nga 20 janari, unë 20 janar kam qenë në protest si gazetar vet aty, kam qenë dëshmitar se kush e provokoi teknikisht, kush e provokoi nga pikpamje operative si protest, kush e provokoi politikisht, zoti Rama që sot bënte ato deklarata që bënte 3 ditë përpara ose 4 ditë përpara, thoshte sistemi politik del jashtë loje, nisur nga incidenti me videon e zotit Meta. Kështu që kur thash atë, thash që janë të gjitha arsyet
që një qytetar sot në Shqipëri të protestoj kundër kësaj qeverie. Për mendimin tim personal, edhe të rebelohet, ku shikon se qa bën policia e shtetit, ose përfaqësues caktuar të policisë shtetit, ku janë të kapur, ku janë të infiltruar, çfarë bëjnë gjitha institucionet e sigurisë. Më thënë, de facto dhe de jure jeta jonë është e pasigurt. Kështu që kushtet për të rebeluar dhe për të kundërvënë janë të gjitha. Sa janë kushtet që këtë frym të kapitalizojë opozita, konkretisht. Mendoj që ky është ai hendeku, se reflektohet në vot. Ka një mosbesim të barabartë si ndaj opozitës së përfaqësuar nga zoti Berisha, ashtu edhe nga qeverisë. Po qeveria ka instrumentet e pushtetit që luan më mirë dhe trashëgon dhe një strukturë politike dhe organizative si Partia Socialiste që është në pikpamje elektorale dhe politike shumë herë më fuqishme dhe më efektive se PD-ja. Mirë, ndalemi pak tek vizita e kryeministrit Edi Rama në Izrael, një vizitë e paremëruar pra duke e quajtur atë si historike për faktin se shumë pak lider botror kanë mbajtur fjalim në parlamentin izraelit. Sipas jush, cila është valenca politike e kësaj vizite dhe sa rëndësi merr fakti që zoti Rama do t'i drejtohet parlamentit atje? Unë nuk e di nëse zoti Rama do t'i drejtohet parlamentit apo do i referohet në atë që ka thënë fjalës i do mbajnë në konferencën për luftën kundër semitizmit. Vizita është historike. Me sa di unë, zoti Rama ka qenë dhe vitin 2016 në Izrael. Kryeministrat tjerë të Shqipërisë kanë qenë në Izrael. Më thënë, mos ka bëj zoti Meta. Zyrtar tjerë të shtetit shqiptar po ashtu ka qenë. Dhe unë nuk e di dhe kanë qenë madje në ditët më të mira të Izraelit, edhe si shtet demokratikisht funksional. Kështu që unë nuk e kuptoj çfarë është historike. Valenca politike e kësaj vizite ne mund ta diskutojmë vetëm në pamje të jashtme, sepse ne nuk e dim realisht llojin e marrëdhënies që ka zoti Rama me Izraelin. Jo, në fakt e ka paralajmëruar para 3 ditësh në kuvent zoti Rama që do të ketë fjalën e tij në parlamentin izraelit. Në njoftime që më sa lexova në mediat izraelite dhe kanë nxjerrë një listë folësish në këtë konferencën në kundër për luftën kundër antisemitizmit. Vërtet, zoti Rama ka një fjalë që quhet keynote speech, nuk është në panel, domethënë do bëj një parashtim që është gati si thua me tematik me rëndësi, bashkë me mbas zotit Herzog, që është presidenti i vendit, por forcët e tjerë janë nuk përfaqëson në një gjë të madhe në aspektin politik dhe ndërkombëtar. Është Eric Adams, ish kryebashkiaku i New Yorkut. Është Janosh Boka, ministër për çështjet europiane i Hungarisë. Është ministri i drejtësisë së Argjentinës. Do flasi dhe zonjusha, ose zonja nuk ja di statusin, Romina Kuko, nga Shqipëria. Është ambasadori i SBA-s patjetër në Izrael, Mike Huckabee. Dhe janë të tjerë janë njerëz, për shembull, bën përshtypje është dhe një pastor që drejton Johnny Moore, evangelist, që drejton Fondacionin Humanitar të Gazës krijuar nga Izraeli dhe nga SBA, që është shoqëruar me shumë kontestime. Pastaj ka kështu gazetar, folës, edhe të kanalit 14, që është kanali djathtë në Izrael, dhe që ka njoftuar i pari sjelljen e palestinezëve në Shqipëri. Me pjesë është Sebastian Kurz, ish kancelari i djathtë i Austrisë, i larguar në kuadër të një skandali. Ju nuk shoh njerëz, për shembull, me sa lexova, nuk do të ketë përfaqësuar nga Yad Vashem, që është qendra botërore për promovimin dhe mbrojtjen e Holokaustit. Më thënë që është shumë autoritar si institucion, shumë i njohur. Mendoj që është, në këtë kuptim them, valenca politike është e palexueshme se çfarë përfaqëson kjo në këtë moment që flasim ne. Dua të vënë duke edhe diçka tjetër që ka rëndësi. Para disa ditësh pati kjo lidhet direkt me koalicionin e zotit Netanyahu në Izrael, i cili për shkak të rrethanave shumë specifike politike që ka patur aty, është detyruar dhe për shkak të rezultatit zgjedhor të afrojë në koalicion njerëz të së djathës ekstreme të Izraelit, siç është ministri i financave Smotrich. Para disa ditësh pati një deklaratë, ne e bëm dhe kronik, po kaloi pa vëmendje të përfaqësuesve kristianë në Jeruzalem për kontakte të nivelit të lartë mes zyrtarëve izraelit dhe përfaqësuesve të sionistëve kristianë, që janë një sekt, po themi, ose një grupim politiko-fetar që ka në doktrinën e vet luftën botërore dhe ardhmën e dytë të Mesisë përmes instalimit të një Izraelit të madh.
është e vërtet që ne nuk kemi këtë rol në botë, po të marrësh pjesë në aktivitete ku janë njerëz që flasin me këtë gjuhë, është diçka që mbahet shënim. Mendoj që është diçka që duhet të ishte shmangur. Kështu që mendoj që dhe edhe një element tjetër është që ne nuk i marrim vesh asnjëherë këto informacione nga rrugët zyrtare të shtetit shqiptar. Ne i marrim vesh nga mediat e huaja. Sa i takon antisemitizmit, se doja ta theksoja se s'dua të më shpëtoj kjo, konferenca dhe aktiviteti ka një paradoks, është pak ironik, pasi vërtet flitet më të madhe që konsiderohet si aktiviteti më i madh në botë për luftën kundër antisemitizmit, po është ironik sepse në vitin 2015, kryeministri Netanyahu, se është shumë i gjatë në detyrë zoti Netanyahu, ka vite, është nga liderët kryesorë në botë, edhe njeri shumë i formuar personalisht, nuk është sharlatan. Një konferencë me zonjën Merkel, ish kancelare, kaloi gati në stadin e mohimit të Holokaustit. Tha që Hitlerin e bindi muftiu i madh i Palestinës që të shfaroste çifutët, madje që të bënte edhe zgjidhjen finale, ti të bënte. Dhe detyroi zonjën Merkel që për shkak të legjislacionit që ka Gjermania të bënte mohim të aty për atyshëm. Thoshte jo, Gjermania është përgjegjëse edhe pikë. Kështu që të kalosh nga ky status pragmatizmi dhe me një çështje që është themeli i shtetit hebraik. Ja donin politikat. Po, ai është një politikan si zoti Rama që për Palestinën. Që mund të, arriti deri aty sa thoshte që një muftin, që është vërtet që ai muftiu ka pat miqësi personale me Hitlerin për arsye krejt pragmatike, por ai madje bindi Hitlerin se Hitleri ishte i paqartë. Kështu që në këtë sens nuk është shumë serioze. Pavarësisht se për zotin Rama ai është shiti që mua më kanë ftuar në Izrael, izraelitët mes shqiptarëve gëzojnë namin e njerëzve shumë të zgjuar dhe me ndikim. Dhe nga një anë shkojmë me këtë status, nga ana tjetër nuk, se do kalojmë tek pyetja që për sa i takon shkrimeve që u bën para disa ditësh. Po, pikërisht tek mediat izraelite do të ndoja të ndalesha sërish, ku para pak ditësh të fundit referuar klimës politike në Shqipëri dhe kryesisht arrestimeve të Erion Velia dhe Ilir Metës, komentonin luftën e SPAK-ut kundër korrupsionit si një goditje ndaj aleatëve të Izraelit në Shqipëri. Pra veç zotit Meta dhe Velia, ta hyn këtu në opinionin tuaj edhe zoti Rama të liput tek politikanët që mund të konsiderohen si njerëz të Izraelit në Shqipëri, dhe çfarë implikon kjo në raport me drejtësinë? Nuk do të thosha që zoti Rama është njeri i Izraelit në Shqipëri, se është diçka pastaj që duhet jemi serioz. Zoti Rama është një politikan dhe është... Flasim që ka mbështetjen. Zoti Rama është një politikan, është kryetari i qeverisë shqiptare, i cili ka bërë një zgjedhje, le të themi, të cilën ne nuk e lexojmë, se s'kemi informacion për ta lexuar. Po nuk mund të themi që zoti Rama është njeri i Izraelit në Shqipëri. Pavarësisht se është përfolur gjëre gjatë që ka pat një këshilltare hebre, siç përfliten në gjë. Ai ka qenë një shkrim në Jerusalem Post që mbante herën në një shkrim të lobuar, që veprimtaria procedurale e strukturës së posaçme antikorrupsion krijon një klim të pasigurisë juridike që dëmton dhe investimet. Është paradoksale që të thuash që lufta kundër korrupsionit e ushtruar nga prokuroria e posaçme krijon pasiguri juridike. Kjo është gati qesharake, sepse në përgjithësi pasigurinë juridike për investimet e kultivon mosveprimi. Ti e toleron korrupsionin, bën sikur se shikon dhe gjithë investitorët e huaj që marrin informacion thonë këtu nuk ja vlen të vish të investosh. Zoti Veliaj dhe zoti Meta, po kryesisht zoti Veliaj, nuk është në paraburgim për aspekte që lidhen me investime ose projekte të huaja. Është madje në media fol që 5D është grupi i parë strukturuar kriminal me buxhetin e shtetit, pavarësisht se si e ka akuzën. Kështu që nuk ka filluar akoma procedimi me sa di unë për inceneratorin, ku zoti Veliaj figuron si njeri që ka patur si thua përgjegjësi institucionale. Kështu që ai ishte një shkrim që nuk do mbi vlerësuar, mendoj. Sigurisht që afilacionet e caktuara me partnerë të ndryshëm janë normale në politikë, siç ka Turqia, po themi, siç ka Italia, edhe Izraeli ose segmentet të politikës izraelite kanë ndikimin e tyre. Dhe po them që kjo lista këtu, që janë njerëz që që është pjesë e një rrjeti ndërkombëtar ndikimi. Ftohen, flasin, promovojnë një ide, paguhen ndoshta në kuptimin honorare në mënyrë ligjore dhe ndjekin politika për të promovuar luftën kundër antisemitizmit. E njëjta gjë veprohet me politikën. Pranohen, afrohen,
sponsorizohen, u krijojnë kanale komunikimi, Izraeli ka ndikim dhe në shtëpinë e bardhë, kështu që është një shkëmbim favorish, por nuk do thosha që zoti Rama mund të quhet sot njeri i Izraelit në Shqipëri. Ndërkaq, kjo vizitë vjen në kontekstin e disa zhvillimeve që kanë bëjnë me prezantimin e projektit të ri për Gazën dhe themelimin e të ashtu quajturit bordi i paqes. Parlamenti shqiptar në fakt e kaloi me procedurë të përshpejtuara derimin në këtë këshill, ndonse opozita nga ana e saj pati disa kundërshti lidhur me procedurën. Si duhet parë kjo në opinionin tuaj? Përgjigje gati partizane e Shqipërisë ndaj kësaj ftese, kur një pjesë e madhe e vendeve të Europës i kanë thënë jo pra presidentit Trump. Po e nis nga kjo e fundit që për sa i përket qëndrimit të vendeve të Europës. Zoti Rama u tregua, meqense zoti Rama është ai që përfaqëson Shqipërinë aty. U kujtua për politikën e jashtme të Europës dhe linjëzimin e politikës së jashtme me Europën, vetëm një rast mos gaboj. Në rastin kur i bënte presion Kosovës dhe qeverisë Albin Kurtit mbas ngjarjeve të Banjskës, dhe kur i kërkonte me thirrje patetike për të firmoste asociacionin. Madje zoti Rama tha, unë mora ca ekspert që të bëjmë propozimin të mirë, zgjodhi një model finlandez. Sot, kur i duhet që të presim mendimin e Bashkimit Evropian, meqense ne po përshpejtojmë procedurat për antarëkim, ai nxiton, jo vetëm ai, po dhe PD-ja, se këtu janë të dy bashk, nuk ka asnjë dallim nga njëri tjetri, që të futet në një bord që karta e themeluese të cilit nuk e përmend Gazën fare. Sepse është publikuar karta themeluese, ka një 13 nene, ka dhe i bord ekzekutiv, që mendoj ai do jetë më i pushteshëm, se aty janë edhe çështja e parave, nuk përmendet fare Gaza. Është bashkë me dokumentin e ri të strategjisë kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në frym, të paktën në frym, një instrument që bën të kuptoj që presidenti aktual i Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka prirje ose e ka karakteriale ushtrimin e pushtetit në mënyrë të drejtë për drejtë, jo deleguar. Ai nuk e do që në emër të SBA-s të flitet në NATO, që në emër të nismave të SBA-s të flitet në OKB, krijon këtë bordin këtu me 13 nene që ka, është vetë kryetar bordi, ka cakton dhe pasardhësin, e ka në kartë. Dhe ne kemi firmosur këtë, e shpërbën bordin kur të doj, pa i dhe në skujt e ka të shkruar në dokumenta këtë, dhe te kalon madje në pikpamja e formës juridike edhe kolegjin elektoral të Mesjetës që zgjidhte perandori Romak, se të paktën ata e zgjidhnin. Ky zgjedh veten dhe i shkarkon të gjithë. Kështu që partizanllëku i politikës shqiptare, qoftë në formë, është një servilizëm që nuk e di, domethënë është edhe për një vend të vogël si Shqipëria, që ka detyrime morale, politike, etj. Do duhet të paktën një diskutim. Se Shqipëria është antarësuar në OKB në vitin 1955, ka bërë një betejë 10 vjeçare për të antarësuar, se e kundërshtonin vendet perëndimore për shkak të ideologjisë etj. E mori këtë cilësi në bazë të luftës që bëri. Dhe sot dhe premton qytetarëve të vetë që shumë shpejt do hym në BE etj. Merr fonde nga BE-ja. Dhe sot bën këtë devijim, u mendoj që li dyshimi që këto janë llogari personale. Shqipëria nuk ka për të lozur një rol aty, është një instrument në një gurshau, në një skakier të madhe, të një lojtari që ka ardhur tani në SBA dhe po prish disa struktura që janë të konsoliduara prej dekadash. Mund të zgjidhet në një mënyrë pak më të ëmbël, nëse do të mund ta themi. Të paktën në opozita, vërtet i miraton ligjin me procedurë të përshpejtuar. Dhe jemi në kushte, nuk mund të mburremi të themi që ne kundërshtojmë Amerikën, po duhet një diskutim. Duhet një diskutim. Për shembull, par dje, kryeministri i Spanjës doli dhe tha, unë kam vendosur të informoj Këshillin e Evropës që Spanja nuk merr pjesë, refuzon ftesën. Ne nuk jemi Spanja, jam dakord, por një diskutim mund të bëhet. Për pikat, çfarë detyrime sqarohet edhe opinioni publik. Jo, e ka thënë Amerika me vrap tani që pegojnë se po fole je anti-amerikani me gjitha antit e mundshme. Nga ana tjetër, vetë bordi i paqes, siç është bërë, bashkë me dokumentin e strategjisë kombëtare të SBA-s, ngre pikpyetje më madhe mbi sovranitetin e shteteve. Kështu që është një diskutim që herë apo vonë duhet të fillojë, sepse bordi i paqes, edhe dokumenti, janë dokumenta zyrtare këto, nuk janë dokumenta kështu që mund t'i grisim kur duam, vën në krizë reale sigurinë kolektive, ku aderon dhe Shqipëria. Kështu që është duke u bërë një riorganizim i madh
Na opozita mendoj që duhet kishte një zë më shumë, më serios. Po, zoti Berisha fundja doli tha, se më kujtua, që unë bënte garë me zotin Rama, tha, unë Sazanin ja premtova i pari Berlusconi, tha. Me dhënë, ky është bas meje, është i vonuar. Nësë është një dalje në krah kjo, i zotë për zotin Rama? Është një garë që e pam që të bëj edhe me çështjen e Mujahedinëve. Dilte zoti Berisha pranoi 300, ky mori 3000. Do me thënë, si mund të jenë gjithë kaq dakord për çdo gjë? Se mendja e njeriu është edhe që kërkon pak alternativën, më kupton, për disa tema, paktën për disa çështje, jo për çdo gjë. Kur thotë flitet që Sazani iku do bëhet investimin e s'dim asgjë si do jetë investimi e tjerë, zoti Berisha del me vrap thotë që kam dash dhe unë ta jap Sazanin, mos mendoni se unë do ta mbaja, se kishim në merak ne mos e mbante ky. Kështu që janë njësoj te kjo pjesë. Kam dhe një pyetje të fundit shkurtimisht. Si e pat qëndrimi në krah të presidentit Trump të presidentit të Kosovës Vjosa Osmani? Po ishte, do thosha, situacioniste, do me thonë u gjenda aty. U kthye, i dha dorën. Zonja Osmani ishte pyetur që si do, në fakt, si e shihni që mund të ulet krah jush dhe zoti Putin. Meqense Rusia është konsiderohet kundërshtarës armike. Dhe ajo kishte thënë që paqen e bën SBA-ja, OKB-ja e mban atë, e ruan. Kështu që u mendoj që zonja Osmani përfaqësoi shqiptarët në atë takim me firmën që vuri, formalisht. Asgjë më shumë, nuk do jep janë një rëndësi të madhe. Zoti Zaimi, faleminderit, kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit dhe ju.